Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë pa për kohë çfarë na thon letrat tarot për të gjitha shenjat e zodiakut për ditën e premte 26 qershor 2026. Dashi, letra juaj e tarotit dash, priftëresha e lartë. Nuk ke nevojë të pyesësh të tjerët çfarë mendojnë. Mendimi yt është më së mjaftueshëm. Nëse këtë të premte po dyshon në veten tënde, kujto kuptimin e letrës së ditës, priftëresha e lartë. Kjo letër është një simbol shpirtëror i zërit tënd të brendshëm. Ajo të flet kur ke nevojë për këshill ose kur duhet të besosh intuitës tënde. Kur vjen një shtys në stomak, besoji asaj. Demi, letra juaj dem, perandoresha. Ti ke një letër shumë të bukur këtë të premte dem, dhe ajo është perandoresha. Perandoresha udhëhiqet nga njëti planet që udhëhiqet edhe shenja jote, nga Venusi. Prandaj kjo letër simbolizon dashurinë e pakushtezuar. Nuk ke nevojë të fitosh vlerësimin nga të tjerët, nuk ke nevojë të provosh veten dem, beso në dashuri. Mund të jesh thjesht vetvetja dhe të kesh besim se një person që të do vërtet do të njihet nga sinqeriteti dhe vërtetësia e tij. Binjakët, letra jote binjak për këtë të premte është perandori. Letra e perandorit udhëhiqet nga Marsi dhe lidhet me shenjën e dashit, duke qenë se këto energji janë në harmoni me ty binjak, ajo që për të tjerët mund të ndihet e tensionuar, për ty është më menaxhueshme. Këtë të premte 26 qershor, je gati dhe i përgatitur të përballesh me dikë ose me një situatë. Konfrontimi mund të sjellë qartësi të rëndësishme, dhe ti kupton se këmbështimi yt mund të ndryshojë kur shfaqen informacione të reja. Gaforia, letra juaj gafore për këtë të premte është magjistari. Nëse ke nevojë të manifestosh diçka në jetën tënde, letra jote e tarotit magjistari është perfekte për ty gafore. Ky lexim të fton të shohësh veten në raport me krijimin e fatit tënd. Duhet të mendosh se çfarë je gatshme të bësh ose të sakrifikosh për të arritur atë që dëshiron tani. Kjo e premte 26 qershor, aftësia jote për të menaxhuar kohën dhe energjinë është shumë e rëndësishme, sepse të vendos në rrugën e drejtë të asaj që dëshiron vit gafore. Luani, letra juaj luan, durimi. Duhet të jesh shumë i duruar në veten luan. Letra e tarotit durimi nuk ka të bëjë vetëm me modelimin dhe të vepruarin në masë, por është gjithashtu një simbol i durimit dhe aftësisë për të qëndruar i sjellshëm edhe kur jeta bëhet e vështirë. Letra jote e tarotit durimi ka të bëjë me pritjen, edhe pse mund të jetë shumë e lehtë të zemërohesh kur ndjen pasion të fortë, përpiqu sa më shumë të mos e bësh këtë të premte. Virgjëresha, letra juaj virgjëresh, karroca. Ti mendon për një kohë të gjatë para se të vendosësh virgjëresh, që të përfshihesh në një projekt ose diçka tjetër. Dhe letra jote karroca është simboli i vendosmërisë dhe forcës së brendshme, por tani mund të ndihesh sikur dëshiron të dorëzohesh. Pyetja është, pse po heq dorë dhe a ka alternativa për problemin tënd që nuk e ke marrë parasysh? Mund të habitesh nga sa mirë mund të shkojnë gjërat për ty. Peshoria, letra juaj peshore për këtë të premte, rrota e fatit. Është koha të kthesh një faqe peshore dhe të kuptosh se ajo për të cilën je kaq e shqetësuar në të vërtetë nuk është aq e keqe sa duket. Këtë të premte, rrota e fatit sjell një pikë kthese në jetën tënde. Problemi me ndryshimet në jetë nuk është se nuk i di se ku po shkon ose pse po ndodh, por sa po kalon në anën tjetër, kupton se je në një vend shumë më të mirë. Thjesht ke pasur pak nevojë të kalosh përmes këtyre vështirësive për të rritur. Akrepi, letra juaj akrep për këtë të premte, bota. Je pothuajse në fund të një udhëtimi të veçantë në jetën tënde. Këtë të premte 26 qershor, letra jote e tarotit bota tregon për përfundimin e një cikli dhe fillimin e një të riu. Mund të jesh duke shkuar në një udhëtim të ri dhe duke u kthyer shpejt në shtëpi, vetëm për të nisur diçka tjetër. Mund të ndodhë që të kesh më shumë liri në jetën tënde se sa mendon, duke të dhënë mundësinë të bësh gjërat që të pëlqejnë më shumë. Shigjetari, letra juaj shigjetar për këtë të premte, eremiti. Do të pëlqente shumë të rezervoje një ditë për veten tënde, dhe vërtet nuk ka gjë më të mirë se sa të humbasësh në qetësinë e mendimeve të tua.
Letra e tarotit Eremiti është një letër pakësore për ty si gjetar, por këtë të premte, me 26 qershor, bëj një pauze me një moment për t'u tërhequr nga zhurma e botës. Jepi vetes leje të jesh e qetë dhe si jo vërtet vetmin kur ajo të vijë. Bricjapi, letra juaj Bricjap për këtë të premte, Hëna. Me 26 qershor, ditë e premte, letra e tarotit Hëna tregon pak konfuzion ose iluzione për shkak të mashtrimit. Hëna mund të tregoj se dikush më afër teje mund të të tratoj besimin. Ata mund të kenë qëllime të mira, po për momentin pak dyshim mund të mbaj larg problemeve dhe vështirësive. Ujori, letra juaj Ujor për këtë të premte, Budallaj. Letra e tarotit Budallaj në pozicion të drejtë simbolizon hyrjen me nxitim në një situatë pa një plan të qartë. Mund të jesh pak e lehtë për të ndikuar kur fokusohesh vetëm te objektivat e tua. Edhe bota përreth teje ka nevojë për një plan. Letra Budallaj nuk ka gjithmonë udhëzim, por mund të përfitoni shumë prej tij. Peshqit, letra juaj Peshq, Dielli. Letra e tarotit për ju Peshq, Dielli lidhet me të qenit në qendër të vëmendjes dhe me shijimin e kësaj kohe në maksimum. Dita jote është perfekte për të dalë dhe për të veshur bukur, ose për të vendosur grimin tënd të preferuar dhe për të ndjerë mirë me veten. Ky është leximi i letrave tarot për ditën e premte 26 qershor 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.